Partia Demokratike ka zhvilluar foltoren e radhës para kryeministrisë, një normativ kjo e zbatuar për çdo pasdite të SHN-s. Në këtë protest paqësore morën pjesë 10 qytetarë dhe përfaqësues të Partisë Demokratike, të cilët kërkojnë rrëzimin e kryeministrit Edi Rama dhe kabinetit të tij qeveritar. Gjatë fjalës së tij në foltore, kreu demokrat Sali Berisha tha se kryeministri Rama është e keqja e dytë e vendit pas diktatorit Enver Hoxha. Sipas tij, gjatë qeverisjes së tij Shqipëria ka shkuar vetëm për poshtë, duke sjellë dëme të konsiderueshme për xhepat dhe të ardhmen e qytetarëve shqiptar. Burra dhe gra, djemë dhe vajza, përveç frikës për një njeri të ndershëm, pavarësisht nga bindjet e tij politike, pavarësisht nga bindjet e tij fetare, nuk mund të ketë kurrë shkak tjetër që të mos dalësh në rrugë dhe të përballesh me këtë regjim. Nuk mund të ketë asnjë pretekst, asnjë arsye. Nuk mund të jetë kur ky pëlqim apo ai mos pëlqim. Se të keqe të tillë Shqipëria nuk ka patur ndonjëherë pas Enver Hoxhës. Berisha u ndal gjithashtu edhe tek protesta opozitës, të premten e 20 shkurtit, duke e cilësuar atë si një betejë të rëndësishme kundër regjimit dhe dëshmi për idealet e larta demokratike. E kam thënë dhe e them me 10 herë. Pensionet tuaja, rrogat tuaja, në 12 vite duhet ishin rritur minimumi 3 herë, siç faktoj që janë rritur në çdo vend tjetër. E ndigjuat, pensioni ishte rritur 50 euro në 12 vite. Jo, në qoftë se marrin për bazë çmimin e ushqimeve, të shportës, të atyre që janë më të domosdoshme. Nuk është 50, por është minimumi 100 euro. Opozita ka thirrur protestën e tretë kombëtare në radhë në datën 28 shkurt në orën 6 të pasdites, ndërsa kërkojnë me ngulm largimin e kryeministrit Edi Rama nga qeveria. Tubimet e fundit janë shoqëruar shpeshherë me tensione dhe përplasje midis protestuesve dhe policisë, ku ka patur të lënduar nga të dyja palët, si dhe arrestime nga ana e policisë.